Ishte një vera e vitit 2008, ku në punët e mia të zakonshme me kamerën e televizionit rreth realizimit të emisioneve të ndryshme, takova një njeri. Biseduam për shumë gjëra që na preokupojnë, rreth bletëve dhe përvojat e tij rreth punës që e bën. Me vete thojsha, çka e shtyn që të merret me këto insekte kur ka profesione të ndryshme në botë. Por duke e vizituar shpesh në fermën e tij, kuptova se ky e studion një bashkësi familjare ku të gjithë punojnë njëjtë, pa dallime. Puna e këtyre insekteve ishte kurajo edhe më e madhe për këtë njeri, i cili ishte kureshtar se çfarë bëjnë ato insekte brenda asaj kutie të drurit, por ishte edhe vullnet i mirë që ai të lexon shumë e më shumë për të studiuar që të jetë një prej bletarëve më të suksesshëm në rajon. Por ta lëm që të na prezantohet ai vetë. Jam Zymer Bayraktari, një bletar nga klina e për komuna e Skënderajt, tani jetoj edhe në Mitrovic. Veprimtaria ime e bletarisë është e kahmotshme, mirë po 5-6 vitet e fundit kemi kaluar në një bletari paksa të thomi më profesionale. Bletarin e zhvillojmë me 2 sisteme, sistemin statik, dhe më thonë, këtu ku jemi një statike, kurse edhe sistemi lëviz, bletët edhe i shetisim. Këtu ku përshini këto pamje, jemi në Frashër, komuna e Mitrovicës, kurse një gjë të tillë, ose një park, ose një bletisht edhe hala ma komplete, jemi duke ndërtuar në klinë të epër në komuna e Skënderajt. Ku së shpejti do të kalojmë edhe atje për shkak të hapësinës së vogël këtu të ngushtë. Me bletet merremi unë, shoqja dhe djali, kurse kohë pas kohë paguajmë edhe punëtor. Bletaria api medika, quhet biznesi jon familjar, në vetvete nga bleta nxjerr kryesisht nxjerr mjalt, polen, propolis, dyll, edhe qumsh. Nga 6 produkte të bletët nxjerrim edhe ama, këtu ku e shihni parkun, e kemi edhe parkun e mësimit të amave. Lokali që e shihni këtu përballë
është lokali për laboratori për nxjerrjen e qumshtit edhe të amave, njëjtën kohë. Na çdo vjet nxjerrim parafërsisht 2 deri në 3 kg mjalt, nxjerrim ka 150 kg polen, propolis ka 15 kg, dyll rreth 300 kg, kurse qumsht nxjerrim 2,5 deri në 4 kg për çdo vit. Si vjet si po shihni këtu, jemi në parkun ku i kemi të rënditura familjet për nxjerrjen e qumshtit. Këtu janë paka shumë ato sa për të filluar këtë incitim që jemi sot. Këtu në këto arritje që i kemi deri këtu, i kemi duke i falenderuar trajnimeve që kemi mbajt, që kemi ndjek vërtet, literaturës së lexuar, kam lexuar mbi 43 libra për blet, kemi vijuar trajnime në fakultetin Kirje dhe Metodje, Fakulteti Bujqësisë Kirje dhe Metodje në Shkup të profesor doktor Hrisula Kypianovska. Aty jemi certifikuar për nxjerrjen e bioprodukteve dhe të bletës, edhe amave selektive. Kam qenë në trajnim të profesor doktor Plamen Petrov 8 ditë në Bullgari. Kemi qenë në trajnime edhe në për Kosovë, domethënë gjithka jemi organizues ndjekës të panajireve, organizues dhe pjesëmarrës të panajireve lokale dhe qendrore. Çak këto lokale zovendin e parë, në panajirin që organizohet në nivel të Kosovës në Prishtinë zovendin e dytë. Jemi pjesëmarrës në panajire në Shqipni, në Maqedoni, në Maltëzi. Të gjitha këto e kanë bërë që ne dal nga dal të mërrim aty ku kemi mërri, që nuk jemi të kënaqur, synimet i kemi edhe më shumë. Si vjet vera ishte kjo që ishte, jemi sot në gjysmën e korrikut të vitit 2012, kemi përgadit për qumsht blete, dikun 35 shoqëri, dado, dhe një 5-6 shoqëri furnizuese. Shoqërit furnizuese e kanë qëllimin mi furnizue familje dado me material gjatë gjithë kohës, sepse qumshti edhe bjen. Dhe më thonë, do që bjen qumshti, po bin sasinat e qumshtit bin. Dhe më thonë, këto kishin me qenë paka shumë disa të dhana sa për hyrje, kurse këti emisioni, këti reportaje, këti dokumentare, si do që ta quj kë incizusi i emisionet, këti do t'i kushtojnë kujdes nxjerrjes së qumshtit. Nxjerrjes së qumshtit, sepse në Kosovë nxjerret pak qumsht. Jemi kryesisht 2-3 vetë, unë jam i dyti që nxjerrit qumshtin në nivel të Kosovës, për ata edhe çmimi është pak më i lartë. Çmimi është i lartë. Mirë, po për nxjerrjen e qumshtit do të fillojmë që në laborator atje, ku do të njoftohemi me të gjitha procedurat e nxjerrjes së qumshtit. Bletimin ose nxjerrjen e qumshtit atë ama e bëj sipas babës së bletarisë në ish Jugosllavi, Franjo Tomazhini, Slovenit Franjo Tomazhini. Këtu i kemi familjet furnizuese, 3 familje furnizuese, prej të cilave morrim larat për mbjellje të qumshtit edhe të amave. Brenda do të hymë tani edhe do të shohemi teknikën e nxjerrjes.